dështore ta për të Lumir Abdigjikut, kështu që elektorati i LDK-s nëse ka pa një person shumë kritik edhe shumë racional lidhje demokratike, atë nuk e kemi tash në përkraje kryetorit Lumir Abdigjiku. Është shumë e rëndësishme ta shohim si do të operojë zonja Hykmete Bajrami Abdullah Oti në kuvendin e Kosovës, ka shi shumë temave. Ndoshta lidhjen demokratike, ajo kryesia që përmendi edhe Marrë Krenari, janë disa persona të afërt me Abdigjikun, mund ta keni unifikim sa i përket çështjeve që kanë mi adresu si grup parlamentar dhe si parti politike në të ardhmen, po mund tjetë Hykmete Bajrami dhe Abdullah Oti që mund të kundërshtojnë atë qasë, kështu që edhe ky grup parlamentar prej 15 deputetëve sa i ka, aktualisht mund të thyet në qëndrime kështu. A mund bëhem bashk? Unë nuk besoj, sepse shumë ka qenë këmbgulë zonja Bajrami, në qëndrimet e saj ka shi dorëheqjes para kushme të Lumir Abdigjikut. Ka qenë Lumir, po ka qenë këmbgulëse, por ai zotëria fitoi. Fitoi, por nuk besoj. Zonja Bajrami më fal, lutem, edhe zonja Bajrami tha po, unë e pranoj epilogun dhe do të jam LDK. Kështu që unë ndomje nuk shoh. Dhe aty në atë grup parlamentar ka zonat fuqishëm, unë nuk dyshoj që ata kanë me dalë me fol. Po problemi fuqia e votës, nuk kanë më fuqi, po çka angazhohen? Me dalë që aty me shoh publikisht veven, jo, nuk shkon, sepse gabime duhet me mshel me diçka. Ke bon gabim me udhës, e përmeni Çollaku, ke bon gabim fatal me Albulena Haxhiun, e je shku te Dimal Basha, a ka qenë gjithështu? Ke bo gabim fatal me Rashiqin, e ke shkel kushtetutën. Krejt opozita ka fajet pandreshme. Po ndaj do më onë nuk jonë me një fjoll goje me laps aty me një vot, me uzgjith të probleme. Problemet janë substanciale, me kon jemi. Prap për përsëris, me Gjermona, me partizan. Po problemi është narracionin që ka marru zoti Kurti, këta i ka fshi. Kuptimin ta... Po qush me ro qolla? Po këta kënë... Bullshtetasi, me ro në pëtoret në filmat e keqezës. A ki po? A është more? Një për arsye. Si pas jush, a është tur? S'kan guxim. Dhe më thonë narracionin, e Albin Kurti ta nuk po guxojnë me kundërshtu se po tutën që binë në prag. Po në qëtos, a vetë s'ka ku shkojnë ma por. Po se një binë këta se po tutën, që më ju botash. Ta smujmë Çollak, vetëm shkurt kushtrim se mbeta nëse mblehet shkurtimisht. Unë zakonisht mbesim. Po në fillim e përmenda që janë disa figura brenda lidhjes demokratike që ndoshta këtë shansën e dytë që e ka marrë Lumir Abdigjiku e shohin si mundësi që ai ta merr goditjen përfundimtare politike. Besoj që edhe reagimi i zonjës Bajramit që ka thonë e pranoj këtë rezultat, unë mbetem LDK është në favor të asaj që e pret edhe një rezultat njëjtë të lidhjes demokratike edhe ketë një mundësi që ta largojnë ose të largohet përfundimisht nga leadershipi i partisë Lumir Abdigjiku. Për atë arsye mendoj se edhe soi që. Po kupton, problemi është më i madh se Lumiri. Problemi është që thamë ato shikret opozita. Këto tash sidomos për veriun, se këto shaka bo Albin Kurti 5 vjet, veç me veriu mor. Këta, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, në me thonë, për jashtë zotin Haradinaj, kur e ka pas, ka mënu mirë, ka thonë mirë, më shte zotin Kurti, këtë që ka dollë kundrej. Këta shka ka ndodhë, u bënë të thënë së Amerikës.